Edi Rama me mazhorancën e tij sot ka ndërmarrë një ofensivë politike dhe propagandistike duke u vënë në rolin e viktimës. Me një fjalë ata po duan të zhvillojnë vendin, por prokurorët politik të prokurorisë speciale po agresojnë administratën shtetërore. Ndaj mazhoranca ka vendosur të ndërmarrë akte ligjore që ta rregullojë këtë situatë. Përveç anës juridike dhe ligjore, në thelb ky është aksion politik ku Edi Rama po merr përsipër që ndërsa inspiroi prokurorinë speciale, tani mund të shpall plank prishës prokurorët e SPAK-ut, pasi sipas tij ata po prishin shtëpinë e përbashkët. Në fakt asgjë nuk do të kishte ndodhur nëse SPAK nuk do të kishte ndjekur agjenda politike, por veprat e korrupsionit. Asgjë nuk do të kishte ndodhur nëse SPAK nuk do të ishte marrë me denoncimet dhe interesat politike, por me njerëzit e pushtetshëm që i kanë pirë gjakun këtij populli. Asgjë nuk do të kishte ndodhur nëse SPAK do të sekuestronte një për një të gjithë pasurinë e politikanëve të lartë të përfituar në mënyrë të paligjshme. Kjo nuk është e vështirë, mjafton të shohësh pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme të njerëzve të pushtetshëm, a dhe të kërkosh burimin e të ardhurave deri në një vendim të formës së prerë, këto pasuri të sekuestrohen, pra të vijnë në konservim. SPAK realisht nuk e ka bërë këtë, por ka ndjekur një agjendë politike dhe diplomatike e cila mund të ketë sens, por në thelb duhet mbështetet në fakte dhe në kontekst. Krimet e para që duhet të ndjek SPAK janë vrasjet, ato politike dhe për efekt korrupsioni, më pas vjedhja, grabitja e pasurive shtetërore, përvetësimi i aseteve publike dhe kalimi i tyre në pronësi private, më pas rastet e shpërdorimit të detyrës. Edi Rama është sot një përfitues i diletantizmit të SPAK-ut, siç janë edhe Sali Berisha e Ilir Meta, kur në fakt kjo treshe duhet ishte në një stad me të pandehurit e Nurembergut. Nëse SPAK nuk siguron prova për korrupsionin, por godet politikanët sipas interesit politik të çastit, mund të fitojë simpati në njërin anë, por humbet legitimitetin publik për misionin që i është dhënë. Shqiptarët nuk kanë kërkuar ndërtimin e kështjellave si Bastia, burgjeve si Burreli e Spaçi apo kampeve të internimit si Tepelena apo Kosova e Lushnjës. Ata duan që pasuria e përfituar në mënyrë të paligjshme nga politikanët të kthehet në arkën publike. Deri tani SPAK nuk e ka bërë këtë. Lojrat me rastet Berisha, Meta, Velia i Balluku e të tjerë janë lëvizje politike. SPAK nuk ka për detyrë të merret me to, ai ka për detyrë të provojë korrupsionin dhe të kthejë shqiptarëve paranë e vjedhur.